kam në duar këtu një kuti. Leclerc. Leclerc duket sikur vjen nga një laborator francez sepse të tillë ka emrin. Premium Skin Care. E di ç'do thotë Leclerc? Ma thuaj ti? Unë ndriçoj. I know. Ti ndriçon dhe unë do ndriçoj pak më shumë pastaj dhuratën që ka marr. Do t'i vendos tu këto produkte. Kjo të dashur miq është linja që ka prodhuar në një laborator fantastik. Francezo-grek. Leclerc. Unë shkëlqej. Do më flasësh më shumë për beben tjetër të Ledit? Klinikat Lady Smile, një ndryshe si brendi i lumturisë. Njerëzit vinë dhe marrin lumturi nga vetja, nga ajo që ne ofrojmë. Por nuk ishte mjaftueshme te klinika estetike që kjo lumturi të zgjaste përtej momentit kur ato vinin dhe ndërhynin në klinik, kryesisht pacientet femra dhe klientet vajza dhe gra, sepse ajo që ne bëjmë brenda klinikës duhet të ndiqet me një kujdes rigoroz profesional. Të dur, mundësisht farmaceutik dhe në shtëpi, sepse janë ndërhyrje. Disa prej tyre si lazeri, peelingu, janë ndërhyrje relativisht invazive për epidermën. Kështu që rikuperimi krijojnë një lloj hematoma, krijojnë skuqje. Po, rikuperimi duhet të jetë në një kujdes shumë të dur profesional në shtëpi nga pacientja. Dhe ti propozon këtë protokollin këtu si kujdes pas ndërhyrjeve dhe gjatë jetës. Unë propozoj që të gjithë ne të kemi një linjë farmaceutike, jo dermokozmetike në shtëpi. Linja që ti ke në dorë, Alketa, është një linjë që shitet prej 20 vitesh në Europë. Është i certifikuar ISO në Bruxelles. Është produkt që rekomandohet të shitet vetëm në farmaci. Aktualisht unë e kam sjell për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Ka shumë të bukur paketimin, më pëlqen shumë paketimi i bukur. Tani do të di dhe produkti brenda çfarë ka të veçantë. Produkti brenda midis të tjerave, kjo linjë, domethënë ka të veçantë që ka qumësht organik gomarice. Sa herë mirë. Po. Unë i pëlqej shumë kur kanë pak aromë të mirë këto produkte kozmetike. Në fakt e kanë aromën natyrale. Si aromë bebeje. Fiks, domethënë nuk e kanë të egzageruar dhe jo të gjithë kanë aromë. Çfarë teksture të mirë që kanë, o zot, një krem i ngrënshëm, jo vetëm. Si lindi Leclerc? Projekti Leclerc. Pyetja është me shumë vend, duke qenë se prej 7 vite që kemi klinikën estetike, duke kryer shërbime estetike, ndërhyrje estetike të përditshme, të cilat në nevojitnin pacientin të merrte një produkt të detyruar, në thonjza, nga klinika, nga stafi, nga specialistët, nga dermatologja, detyroheshin të blinin një produkt që kishte tregu shqiptar, që unë nuk do t'i zoj emrin, por që nuk plotësonte kërkesat maksimale që kishte çdo tipologji lëkure për mbarvajtjen e kujdesit lëkurës pas mbarimit të asaj javës parë. Që do të thotë, mund të jetë një produkt që është super profesional dhe super farmaceutik, por ti nuk e përdor dot më shumë se sa javën me njëherë pas trajtimeve estetike, sepse rëndon lëkurën dhe nuk është për përdorim të përditshëm. Unë duhet të gjeja si një nevojë tregu një produkt, sepse ishte nevojë tregu, nuk kënaqeshin me atë që kishin marrë ke unë ose te tregu shqiptar. Një produkt i cili ishte perfekt me njëherë pas ndërhyrjeve estetike, si kujdes profesional i menjëhershëm post procedura, por edhe një linjë që ta kishin në vazhdim organike me përbërës farmaceutik aktiv dhe mbi të gjitha të përshtatej me çdo lloj tipologji lëkure dhe të kishte një kujdes profesional në shtëpi pacientja deri në takimin e radhës në klinik. Domethënë, kjo është një linjë farmaceutike profesionale, por për kujdes të përditshëm në shtëpi, është si një trajtim estetik në shtëpi i përditshëm, që realisht është një nga gjërat më të bukura që unë kam bërë te klinika estetike, sepse ne kemi prej 2 vitesh tashmë dhe gjitha pacientët e klinikës janë gati të marrosura pas ti. Ky tjetri këtu është krem për lodhjen e syve, do të jetë për rrudhat e imta të syve? Atë mund ta provosh, Alketa, se do dashurohesh, ka vaj mastika që i bie vaj pishe, skualen, acid hyaluronik edhe niseshte urizi. Heq rrathat e zinj të syve dhe qeset. Ta më pak fare unë tani, le të shkëlqej pak punën. Po, s'ka gjë.
fresk. Meri Shikeral këtë. O zot sa herë mirë. Ka shumë herë të mirë. Ai është dashuri. Tani unë po shkëlqej pak, po s'ka probleme. Të lejohet. Më lejohet? Heqi këtu krem. Ja do ta rregulloj tani. Ta vendos në kafazin e vet, ta vendos në kutinë e vet. Ta masazhoj pak se jemi lodhur, kemi gjithë ditën sot. 12 orë fiks. Nuk e di. Jo 12 orë, më fal, që në orën 10 tani po shkon ora 12, 14 orë. Nuk e di. Mbas 14 orëve duhet zhëkler për pjesën e syve. Kemi kremin me SPF 50 të Ai bëjtë nga SPF-ja dielli. është një dashuri, sepse ka 3 efekte, është antirrudh hidratues edhe SPF me filtra të gjeneratës së fundit të certifikuar gjitha në Bruksel, ISO në Bruksel. Por ai ka një gjë të bukur që ka qurgjen organik të gomaricës dhe realisht kur ta vendosësh, shërben edhe si bazë make-upi, është shumë i lehtë për thithet me njerë, nuk diek syt, nuk rëndon dhe mund ta vendosësh për ditë si kremi antirrudh, kremi hidratues dhe në të njëjtën kohë SPF.